ajo periudhë me të cilën njeriu ka përgjegjësi edhe do të jap llogari para Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Ne sot kemi temën, do të vazhdojmë pjesën e dytë inshallah të haxhit. Në javën e kaluar më shumë u solëm rreth çështjes së para përgatitjes materiale dhe shpirtërore për haxhillok. Edhe tham disa fjalë rreth asaj që njeriu u deshka më së tepërmi shpirtërisht të përgatitet për në haxh se sa materialisht. Materialisht sa të ka dhënë Zoti, por shpirtërisht është sa do japi ti nga vetja jote për të kryer një obligim, siç është obligimi i haxhillokut. Haxhi i dashur vëlla, kaza nuk ka. Vini re fjalë, do ta përsëris edhe një herë. Haxhi nuk bëhet kaza. Namazi mund të bëjsh kaza, Ramazani mund të bëjsh kaza, disa çështje tjera mund t'i bëjsh kaza. Ha, nuk e bona mirë, tash do dalë dhe do i kërkoj një falje filanit dhe fistekut, apo dhe rregulloj namazin, do bëj se bisejdë, edhe e rregullon normal. Ose kam bën një namaz, inshallah Allahu ta fal, nëse ti pendohesh edhe atë namaz e bën kaza. Mirë po, kjo haxhi është shumë problematike çështja. Është çështje specifike, nga se ti mo kthehesh, vjen në vendlindjen tënde. Ke bën gabim? Fjala bir. Ke bën gabime në tavaf. Ke bën gabime në ihram. Do të shpjegojmë çfarë janë këto tre farze të hajit. Këto janë farze. Pa këto nuk ka haxhillok. Po nëse ke bën gabime edhe në Arafat, çfarë do të bëhet me ty dhe me mua? E them në thojza, inshallah nuk ka gabime të atij kalibri që mund mos të pranohet haxhi. Inshallah, krejt vin me sa I kam parë edhe vetë me sytë e mi, besoj që krejt haxhilerët së paku këto tri çështje dhe tri farze I kryen inshallah. I kam pa që I kryen. Mirë po, ndëgjo ti që mos gabojsh në të ardhmen. Janë tre farze të cilat nuk guxon ti lëshosh. Në këto tre farze, nëse bën gabime të rënda që ta prishin farzin, ihrami, tavafi, edhe qëndrimi në Arafat. Ihrami, ajo veshje e bardhë që përbëhet nga dy pjesë, në pjesën e poshtme që mbulon trupin, edhe në pjesën e sipërme të trupit, në të cilën ana e gjatë apo krahu I gjatë lehet ashtu shpaluar. Kjo është që quhet ihram, edhe Arafati. Këto janë farze të cilat nuk duhet të lëshohen, edhe lëshime nuk duhet të bëhen gjatë këtyre tre farzeve. Pse? Sepse mo këto, si të kthehesh në gostivar apo në vendlindjen tënde kudo që jeton, si do I bëjsh kaza? S'bëhet më kaza. Po do shkojnë mod. Tamam, inshallah shkojnë mod. Po vdiqet. Kush të garanton që do shkojsh në mod? S'ka garancë. Vetëm jeta nuk ka garancë. Gjithçka ka ndoshta garancë. Edhe ato e them kushtimisht. Por jeta nuk dihet. Është çështje e fshehur që Allahu e fshehi për ne. Andaj ke shkuar 5000 kilometra gati I ke bërë. Ki kujdes spaku në farzet, edhe në vajxhibet e haxhit, që ne do t'i përmendim pastaj, mos gabon në këto çështje, sepse janë çështje të cilat nuk mund të I kthesh prapë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shikoni, shkon në një vend në të cilën e vazhdimisht e kemi përmend, e keni dëgjuar edhe nga hoxhallarët të tjerë që Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë, njeriu I cili shkon në haxh me parë halal, e kryen haxhin si duhet, me një jetë të mirë, me zemër të mbushur plot me iman, ka marrë halallok prej krejt boçlive dhe atyre që u ka hindër hak. Në haxhillok nuk shkohet me hak të huaj. Në haxhillok me hak të huaj nuk shkohet. Kur do vendosish të shkosh në haxh, vendos edhe mendos se je shkëputur nga kjo dynjë. Komplet, ke shku te varrez. Kështu ze. Nuk është udhëtim turistik. Vetëm me turizmin s'ka të bëj. Shkon të krijish haxh, ajo që ti sheh, gjëra që të kënaqin sinin dhe shpirtin dhe mendjen, mirë, elhamdulillah që sheh. Ka gjëra shumë të shohësh. Ka gjëra të mira, sidomos në Medinë ke çfarë të shohësh, gjithçka që ka lidhje edhe që ka të bëj me historinë e pejgamberit dhe të sahabeve. Mirë po, kur do shkosh në haxh, që të bësh pjesë
edhe të jesh pjesa e hadithit të pejgamberit alayhis salatu wasalam, që ka thonë, ai që shkon në hax me para halal, pa asnjë hak të tjetrit, i kryen obligimet si duhet atje, edhe kthehet në shtëpinë e vete, i mbushur plot me iman, ai është pa asnjë gjina, sikur ka lindur prej nanës së tij. A ka foshnja gjina? Foshnja i posa lindur, a ka dori gjina? Asnjë gjina s'ka hiç. Ashtu është edhe haxhiu që vjen prej haxhillokut. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Ai që shkon në hax e kryen haxhin, ai vjen në vendlindjen e tij, kthehet pa një pikën e gjinahit. Inshallah, Allahu a fal edhe a bën gjithve kabull atyre që kanë shkuar, edhe nasip atyre që nuk kanë shkuar. E shikotash, kjo vlerë që pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ngritur kaq lart haxhin, edhe haxhiu që e kryen këtë vend, edhe ka thonë, o ti njeri që ke shkuar në Mekke, edhe në Medine, dëgjoj këtu, ti që ke shkuar atje ku të kthehesh në vendlindjen tënde, nuk ke asnjë gjina. Po cili farz, po kush është ai veprim tjetër përveç haxhit që të shlihen gjinahet komplet? Trego, s'ka ato të pejgamberit. Është haxhilloku apo vizita e Qabes edhe kryerja e këtyre farzeve të haxhit, i vetmi veprim, dikush mund, po të shkoj edhe të më kryen gjinahet, do fshihen gjinahet. E të shoham si të shkojsh, të shoham si do i kryesh, të shoham me çfarë zemre do e ndjesh atë pranin tënde përballë Qabes. Se jo të gjithë synit janë njësoj, jo të gjithë zemrat janë njësoj, jo të gjithë mendjet janë njësoj, jo të gjitha imanet dhe besimet e njerëzit në zemrën e tyre janë njësoj. Dikush ftohet, shkon, ftohet, qëndron, edhe ftohet, kthehet. Mirë, i banë që të rende tonë edhe ukri. Edhe kështu ka. Jo, kështu nuk kreta, lutem. Në qoftë se ke mundësi, shti edhe për motin tjetër, mbushe zemrën mirë me iman. E di ku shkon. Ti shkon në dy vende më të shenjta në botë, nuk ka është vendi i tretë Mesjidul Aksaja, që është e pushtuar nga jehudit, edhe atje duhet shkojnë haxhit. Edhe atje është kusht, nuk ka farz, po duhet shkojnë. Ta vizitojnë edhe ata. Por ajo është e pushtuar nga jehudit, muslimanët ende kanë probleme tjera, nuk merren me Kudsin, merren me vllavrasje tash për tash. Edhe ajo inshallah do të çlirohet, inshallah taala. Janë dy vende për momentin që duhet të vizitohen. Ti e haxhiu më me nder në botë. Allahu ti dhe mua më zgjodhën, na zgjodhi që të shkojmë ta vizitojmë cilën? Vendin në të cilën quhet Qabe. Vendin që me duart e tija të bekuara e ndërtoi Ibrahim alayhis salami edhe Ismail alayhis salami. Njerëzit më të mirë të Zotit, të Allah, krijesat më të pastërta në botë. Ti atë shtëpi që ata ndërtuan për faltore të parë në botë, ti ke nderin të vizitojsh. O vllai dash, mos haro, mos shko ashtu ftohet me zemër ftohet. Po ti shko ku se kështu mendon, ku se Zotit ka thonë, o filan, e ke fitu xhenet. Kështu shkon haxhillon. Po të thotë Zoti e ke fitu xhenetin prapë të rish më mirë, falënder. Po gazmove pak, gëzohu pak. Në hax shkon, në xhenet shkon kështu. Shqip, në xhenet vëllai shkon. A shkon në xhenet i mbërzitur, të rego. Në xhenet a shkohet i mbërzitur. Po të kjo utheri a shkohet i mbërzitur. Po të atakush pejgamberin alayhis salam edhe ta kthesh kokën mbanësh, a shkohet. Në Medinë do shkojsh. Në Medinën e ndritshme. Do të shkojsh me një vend në të cilin ka njerëz me 100.000 herë më shumë ka me lajqe. Po, do të shkojsh në vendin në të cilin më shumë ka me lek me 100.000 herë se sa njerëz. Je në mesin të kanë rrethuar melekët. Melekët vetëm bekojnë, melekët vetëm sjellin mëshirë nga Zoti. Shiko sa i mëshiruar je. Haxhilere që kanë shku, ndoshta ato me i pjetë nuk din aq mirë me fjalë të ta përshkruajnë. Por vallahi jam i bindur që zemra e tyre gufon edhe vlon, shkoj edhe një herë. Shumica haxhilere. Këtë ma kanë thonë edhe thonë vazhdimisht, o, vallahi të kem edhe një herë të shkoj. Ajo që ai thotë kem edhe një herë të shkoj, çfarë është?
edhe unë se di çfarë është. Por një gjë dihet se çfarë është. Ajo mëshira e Allahut, ngrohtësia e Zotit që ka lëshuar në zemrën e Haxhit.